Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ndërprerja e rrugës drejt Bashkimit Evropian, përkeqësimi i marrëdhënieve ndërretnike dhe cënimi i parimeve themelore të marrëveshjes paqësore të orit janë çështjet kryesore të trajtuara në Bruksel nga nënkryetari BDI-s Bujar Osmani. Sipas tij, gjatë qëndrimit në kryeqytetin e Bashkimit Evropian do të flas me përfaqësues të Komisionit Evropian, përgjegjës për zgjerimin e Unionit dhe për eurodeputet mbi këto shqetësime. Kjo për të ngritur dy çështjet kryesore në Maqedoninë e Veriut, të cilët janë zhgënjyese për të ardhmen e vendit, prishja e marrëveshjes paqësore të Ohrit dhe ndërprerja e rrugës evropiane, dy këto tema të cilët janë në themelin e mirëqenies dhe të ardhmes sigurt të qytetarëve, dhe shpresoj se kjo do ngre alarmin dhe fokusin e Bashkimit Evropian për të ndërprerë këto dinamika. Deklaroi Bujar Osmani. Maqedonia e Veriut nuk është e gatshme për ndryshime kushtetuese. Reagimi vjen nga ministri i jashtëm Timço Mucunski në konferencën e përbashkët me sekretarin e përgjithshëm të Këshillit të Evropës, Alain Berst. Shefi i diplomacisë, Mucunski, tha se ka mungesë besimi dhe besueshmëria në aspektin e ofrimit të shërbimeve, kështu që qeveria nuk është e gatshme të ndërmarrë asnjë hap drejt ndryshimeve kushtetuese. Duke komentuar zhvillimet në Bullgari dhe marrjen e mandatit nga Radev, Mucunski tha se shpreson që në Sofi të ketë vetëdijese perspektiva europiane për vendin është e rëndësishme për të gjithë rajonin. Opozitarja shqiptare në Maqedoninë e Veriut, Bashkimi Demokratik për Integrim, vijon kritikat në Bruksel ndaj qeverisë për mënyrën se si po trajtojnë shqiptarët në këtë vend. Gjatë takimit me përfaqësues të lartë të institucioneve europiane dhe të Parlamentit Evropian, Bujar Osmani deklaroi se ka ngritur shqetësime serioze për cënimin e marrëveshjes së orit si shtylla e bashkëjetesës dhe stabilitetit ndërretnik. Osmani alarmoi se po realizohet një plan i përgatitur dhe i organizuar për anullimin e marrëveshjes paqësore, plan që veçmas ka rënuar shtyllat kryesore të saj duke lënë vakum dhe pa parashikueshmëri serioze që mund të keq përdoret nga palë të treta, si dhe folje për nevojën urgjente për tejkalimin e blokadës në procesin e integrimit evropian, veçanërisht duke patur parasysh momentin e zgjerimit dhe progresin e arritur nga Mali Zi dhe Shqipëria, thuhet në njoftimin e Bashkimit Demokratik për Integrim. Bashkimi Demokratik për Integrim në Maqedoninë e Veriut vijon akuzat ndaj shumicës në pushtet për dështim në integrimin e vendit në BE. Sekretari i përgjithshëm i BDI-s Arber Adem në intervistë televizive kujtoi se koalicioni i qeverisës Vlen premtoi ndryshimet kushtetuese për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian, por ato nuk kanë ndodhur. Arber Ademi foli edhe për ligjin e gjuhëve, për të cilin tha se ka pasur 13 nisma për shfuqizimin e tij në tërësi. Koalicioni Vlen përshëndet nisjen e fushatës Maj Muaj i Europës, një nisëm që synon të afrojë procesin e integrimit evropian më pranë qytetarëve dhe ta bëjë atë të prekshëm në jetën e përditshme. Me këtë rast, zëvendës kryeministri i parë i Maqedonisë së Veriut, Bekim Sali, në takim me ambasador, partnerë ndërkombëtar dhe miq të vendit, theksoi se fokusi është vendosur drejt përfitimeve konkrete që sjell Bashkimi Evropian, si më shumë mundësi për të rinjt, zhvillim të infrastrukturës dhe mbështetje për ekonomi lokale. Vlen thekson se orientimi drejt rezultateve të prekshme përfaqëson një qasje të re dhe të domosdoshme në rrugën evropiane të vendit. Politik. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut zbe shpresat e opozitës për zgjedhje të parakohshme parlamentare. Ndosë një ditë më parë deklaroi se së shpejti do të ketë zgjedhje. Këtë të mërkuri Stramiskovski tha se këtë vit nuk ka zgjedhje pasi ky vit është për reforma. Unë do të doja të kemi zgjedhje të rregullta që do të mbahen në pranverën e vitit 2028. Sa i përket vitit 2027, si opsion, ju e dini që VMRO DPMNE është gjithmonë e gatshme të shkojë në zgjedhje dhe të fitojë. Por ajo që ne bëjmë tani dhe ku është fokusi ynë është të sjellim reforma dhe të rrisim aktivitetin ekonomik, çka do të rrisim dhe standardin njësor të qytetarëve, deklaroi kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Histrian Mickovski. Ministri i Politikës Sociale në Maqedoninë e Veriut, Fatmir Limani, është pro zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Sipas tij, sa më shpejt ke zgjedhja, aq më mirë do të jetë për vendin dhe ekonominë. Nuk do të thotë se nuk jemi pro zgjedhjeve të parakohshme. Sa më shpejt aty janë ato, aq më mirë do të jetë për vendin tonë, për zhvillimin ekonomik. Limani tha se në rast të zgjedhjeve do të ketë rifreskim në Vlen, por edhe në parti të tjera politike. Për rifreskimin e radhave si në kuadër të Vlenit, ashtu edhe në kuadër të çdo subjekti e strukture politike. Motiko ka përfunduar unë dhe Vleni. Reagimi erdhi pas paralajmërimeve të kryeministrit të Maqedonisë së Veriut, Stramiskovski, se është gati për shkuar në zgjedhje të parakohshme parlamentare. Alianca për shqiptarët e Arben Taravarit kërkon nga kryeministri i Maqedonisë së Veriut që sa më shpejt i kërkojë kuvendit të shpallë zgjedhjet e parakohshme. Për shqiptarët, zgjedhjet janë shpëtimi i vetëm nga përfaqësuesit e pafuqishëm të shqiptarëve Vlen, të cilët kanë tradhtuar rënd pritshmëritë e shqiptarëve, thuhet në reagimin opozitares shqiptare.
Alianca bën thirrje të lejojnë qytetarët që nëpërmjet zgjedhjeve të lira, të reja, të ndershme dhe demokratike, të marrin fatin e tyre në dorë, të vendosin se kujt do t'i japin besimin për t'i përfaqësuar siç duhet dhe të ndëshkojnë me votë ata që tradhtuan besimin duke mos përmbushur premtimet e tyre, thuhet në reagimin e Aleancës për shqiptarët të Arben Taravarit. Ziadin Sela nga Alianca për shqiptarët ofron kushtet mbi përfshirjen e tij të mundshme në bashkëqeverisje me koalicionin Vlen. Sipas tij, çdo diskutim për përfshirjen në ekzekutiv duhet të bazohet në kushte të qarta politike. Ai kërkoi nga shumica në pushtet zbatimin e parimit të badenterit të gjykatën kushtetuese të Maqedonisë së Veriut. Për Ziadin Selën, ky është një hap i domosdoshëm për garantimin e barazisë dhe përfaqësimit të drejtë, veçanërisht për komunitetet jo shumicë në vend. Ai shtoi se pa përmbushjen e këtij kushti nuk mund të ketë marrëveshje për hyrjen në qeveri. Kreu i Aleancës për shqiptarët Ziadin Sela i bëri thirrje publike liderëve të partive politike parlamentare shqiptare për të rifilluar bashkëpunimin ndërmjet subjekteve. Sela theksoi nevojën urgjente për koordinim, duke shprehur se situata aktuale kërkon një komunikim të drejtë për drejtë mes forcave politike shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Kjo tjetë vendi ku bashkohen gjithë ndasitë që krijohen si rezultat i zgjedhjeve, jo për të pi kafe me njëri tjetrin, por në emër të disa pikave programore që i premtojnë përpara qytetarëve. Ku diun, për këtë cikël zgjedhor 3 ose 4 ose 5, për ciklat tjera zgjedhore 3 ose 4 ose 5 tjera, por që do realizohen dhe jo të ngelen në nivel premtimesh, dhe kjo është forma më e mirë se si përfiton shqiptari. 9 maj është dita e parlemëruar nga koalicioni Vlen për mbajtjen e Kongresit të Bashkimit për shndrimin e tij në një subjekt të vetëm politik. Sipas tyre, ky proces përshkruhet si një hap i pjekur politik përmes të cilit 5 subjekte do të bashkohen në një strukturë të vetme me emër, drejtim dhe program të përbashkët. Vlen bërë të ditur se në fokus të platformës së re do të jetë sundimi i ligjit, lufta kundër korrupsionit, ndërtimi i gjyqësorit pavarur, avancimi i integrimit evropian, partneriteti me NATO si dhe ruajtja e familjes, traditës, kulturës dhe identitetit. Në Kongresin e Bashkimit pritet të marrin pjesë rreth 850 delegatë, të cilët do të formalizojnë këtë proces unifikimi politik. Bashkimi Demokratik për Integrim akuzon një nga drejtuesit e Vlenit, kryetarin e komunës së Çajerit, Izet Mexhitin, si promotor të nepotizmit brutal dhe një përfaqësues të një modeli të vjetër dhe të dëmshëm të politikbërjes. Në reagimin e tyre nga BDI thotë se Mexhiti u bë milioner duke varfëruar Çajerin, ndërsa sot sipas tyre përpiqet të paraqitet si figurë ndryshimit. BDI pretendon se për më shumë se 2 dekada Mexhiti dhe rrethi i tij kanë zaptuar përfaqësimin e shqiptarëve në Shkup duke dëmtuar perspektivën e të rinjve. Ndaj akuzave për Izet Mexhiti reagoi koalicioni Vlen. Në të thuhet se Izet Mexhiti nuk është produkt zyrash, por ka mandat nga shqiptarët si kryetar komune dhe deputet me votë. Sipas Vlen nga BDI, ende ëndërrojnë kohën e Gruevskit, ku Budapesti u duket si adresë shpëtimi, ndërsa Mjalkovin e kujtojnë si partner të artë të sundimit. Opozitare shqiptare në Maqedoninë e Veriut, Bashkimi Demokratik për Integrim akuzon koalicionin në pushtet Vlen për një rrjet të organizuar favorizimi partijak dhe keq përdorimit të parasë publike. Sipas BDI-s, kompania Green Mountains, e themeluar vetëm pak javë para shpalljes së tendrit, ka arritur të fitojë një kontratë në një vlerë deri në 236.000 euro. Partia opozitare e lidhte raste me skandalin e mëhershëm në këtë institucion. BDI ka kërkuar reagim institucional dhe hetim të menjëhershëm. Nga koalicioni i qeverisës Vlen në Republikën e Maqedonisë së Veriut, BDI akuzohet se gënjen dhe manipulon. Në reagimin e opinionit thuhet se BDI me qëllim e ngatron vlerën në kornizë me çmimin e ofruar. Sipas saj, kjo kontratë kornizë është jo pagesë automatike. Vlen thotë se arsye vërtete e kësaj britje politike është se operatori i sistemit të transmetimit ka filluar të ndërpresë kontratat në të cilat sipas informacioneve publike paraqitej dhe interesi njerëzve të afërt me Ali Ahmetin dhe Bujar Osmanin. Bërtasin sepse u hap një çështje se si për vite me radhë janë tërhequr para nga MEPSO përmes firmave të afërta, njerëz të afërt dhe qarqeve të afërta me udhëhesin e Bashkimit Demokratik për Integrim, apelojnë nga koalicioni i qeverisës Vlen. Ndonse vjon gjua e urrëties së tifozëve maqedonas ndaj shqiptarëve, ende nuk ka reagim nga institucionet. Në ndeshjen me Sport Klub Vardarit dhe Tikveshit e vlefshëm për javën e 29, vendasit broritnin se shqiptari mirë është shqiptari vdekur. Edhe pse ka kaluar më shumë se një javë, Komisioni Disiplinor i Federatës së Futbollit të Maqedonisë së Veriut ende nuk ka një vendim. Ky nuk është rasti i vetëm i koreve antishqiptare në stadiume. Një gjuhë e tillë kohëve të fundit filloi që nga ndeshja e basketbollit mes Maqedonisë së Veriut dhe Rumanisë e vlefshme për para kualifikimit e kampionatit botëror. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.